Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në qytetin e Prizrenit ku do të intervistojmë Naim Krasniqin, i cili do të na tregojë për traditat, po ashtu edhe për vështirësitë që kalojnë atë kohë. Për këto edhe shumë detaje tjera ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jonë. A mundesh më na fol pak për kohët e mëhershme, traditat edhe sa të vështira kanë qenë ato kohë? Përshëndetje edhe për ju, mirë se keni ardhur. Edhe me kënaqësi më të madhe do t'ju flasim, do të bisedojmë çka dim për traditat e popullit tonë. Unë si rapsod i vjetër, domethënë 60 vjeçar. Mu i mirë tregu që traditat tona përpara kanë qenë shumë të mira. Dasmat janë bon, nëse mu i mja fillu kështu. Nëse mu i mja fillu prej dasmave, dasmat kanë fillu të ajten, kur teshat janë qutë në musja, po petkat që thojnë ta, edhe ka zgjatë diktirit hanën, unë e ku më mri. Të ajten ka fillu, të premten, të shtunën, na kemi shku si këngëtarat e si rapsod, edhe kemi kënu dhejtë hanën mazdite. Edhe të i folë gjithë ka dasmat, ka profesioni jam, atëherë ka qenë shumë mirë. Janë arë miqësia, mahalla, dajtë, nipat, mesat. Atëherë nuk ka pasë ndamje, pëthiri, filan qiftin, ndasëm në restoran 2 orë dhe ullamar. Jo. Dasma a bon si për fëmi, si për të mëshun. Nuk i kanë veçu? Absolutisht. Edhe këna shtru buk, edhe krushve. Krush janë ata të cilët shkojnë me marë nusën. Këna shtru buk të shtunën, dark, të dilën sil, të dilën prap dark, masi orë nusja, edhe të dilën gradualisht kanë fillu mu shkep njerëzit, kush ka pas kere, kush ka pas kanë najtë edhe të hanën, dhe me thonë 8 hanën. Kanë flejta? Kanë bujt aty. Mirë, po karakteristike ka qenë, a ka që mahalla ku a bon dasma, ata kërë familjarët e lagjës, apo të mahallës, kanë arë nëd, aty i kanë marë krushit. 5 vet i ka marë ky, 5 une, më varet kushtet ekonomike që janë ka. Po. Edhe kështu këna kalu një kohë shumë të bukur. Kushtet janë më të mira tash, po jeta ka qenë, tradita ka qenë më e mira atëherë. A mendon se tash po i bojnë traditat sipas qefit? Qysh po kanë qef po i bojnë traditat? Ka ndryshu pak pja asaj kohe? Nuk muj me të thonë kështu, nuk muj me shku në mënyrë rigoroze, apo në mënyrë të keqe, po vallaj kanë lu senet. Kanë lu senet, nuk po pyten ma njerëz të mëshun, ata që kanë stazh në jetë. S'po pyten, po tash po pyten qysh pa donë. Qysh po donë. Dhe me thonë, po, përpara u pyt mas shumë të i zoti i shpis. Dhe me thonë, gjdo sen e ki bot dert me ta. I zoti i shpis, për gjdo sen janë konsultu banorë, antarët e familjes me zotin e shtëpi. Qysh pja bojmë sot? Qysh pja bojmë nesra? Çka kemi me punu nesër? Çka kemi me punu mas nesër kështu me radhë? Ndërsa sot çfarë mendimi ki? Sot po punojnë mos shprehna keq, po punojnë kryen veti. Jeta ka orë ma mirë, po nuk po pyetet kërkush. Hajtë se mirë, bëhet mirë, po çka me bë? Kanë thonë ecë me kohën. Ecë me kohën, po kohën e thejke një kolegi i babës tem, se unë jam djali Sali Bajramit Rapsodit, të njohur të Drenocit të komunës Malishevës, jetoj këtu, thejke një kolegi i babës, thejke kohën e bin njerëzit. Se babën e kom rriune, baba ka vdek që 40 vjetë, gati, dhe me thonë e kam qenë i ri kur ka vdek, po me ata kolegët e tina, kom shku në shumë, edhe një prej kolegëve të tyre dhe ke kohën e bin njerëzit. Po. Edhe teknologjia pak e ka bo që rinia me konë ma ndryshe, me konë... Mire ka bon teknologjia, po na duhet mu përmbajt, ka pak në, sa ma shumë mu përmbajt në traditat tona. Ani teknologjia, po na duhet me ditë, e kështu që është mirë puna. Nëse folim për vështirësitë e mëhershme, se përpara nuk ka qenë si sot, dhe me thonë, bujqësia
Sot, sa është krahasuar me kohët e mëhershme? Bujqësia sot kanë dalë mjete të lloj-llojshme, po bujqësia deri me vitet, me çdo 2-3 vitet e kaluame, ka pasmet pak masdore. Tash mirë ka fillu, prap kanë fillu. Apet ka fillu se ju ka rrit vlera tokës, se ku ta di une, drithrave. Mirë, po tash është ma mirë, bre, kanë traktora njerëzit, kanë kombana, kanë atëherë kur në kohën para me, apo në kohën e babës tem, kanë punu me kje, me kije, me koale, s'kanë mujt me arrit ata sa duhet, pra ata rendimentet janë kompak ma të ulta. Tash teknika ka orë çdo sa mirë është. Atë ka met marak na i sem për asaj kohë. Më ka mjet marak tradita shqiptare shumë. Se thash edhe ma parë që ka njës pak mosbe, unë e kam qef se e kom rrinjat traditën, e kom rrinjat kohën atëherit, unë e kam qef edhe sot që i kemi bon këto kushte, as të mira, kam qef paka shumë me shku asaj tradite. Kur bon atë dasma, merët flamuri, kam qef me pas aj që i takon nipi ose edhe ata tre burrat që ishin para flamurit, ata kishin hjeshin e vetë. Ata kanë pas një domethënie pse i kanë qitë para flamurit, po hjeshin e vetë e kanë pas, me kapuçat bardhë, me tirçi, me ato sanet e vi. Çdo sen ka qenë ma mirë në kohën e traditës se sot. Të pas parasysh se në atë kohë janë martu me mësitni. Desht je duf me pranu qatë burë. Ndërsa sot po e gjejmë vetë, po martuem vetë edhe po ka ndarje ma shumë. Çfarë mendimi ki pse po ndohen sot kaq shumë? Vallaj, Që vajzat nuk po durojnë sa duhet. Unë ju martu në 91-ën, edhe më ka ro ma mirë se sot këta që po martuhen me interneta, me këto rrjetet sociale. Pse, për një fjallë goje, banketën e porositën, dasmën e porositën, të më pëndahen, nuk është e mirë kjo. Po, ma merë menja që kur është pi kafja nod, edhe është zgat dora për hajrë filonit dhe fistekut, ka qenë ma mirë, ma shqiptarë se ka qenë, ma bornisht ka qenë. Qashtu. Po. Ende janë halo, janë këtu. Janë halo. Po, do të vene nuk... Në familjet e numrume të tonët janë halo. 100 kafe pitin në për restorane, që nuk vjen të une nodë aty me ta bon për hajrë, mu nuk më doket që është bon marveshe taman. Jo, nuk më doket. Nuk më doket. Çfarë këshille i kësha jep rinis? Rinien ne kemi shumë të mirë. Rinien e kemi të shkollume. Rinijës e kishna këshillu veç me shku hapave të parëve tonë, jo hapa të parëve tonë, me shku ka primitivizmi, po mas me u largu traditave tona shqiptare, se janë kanë shumë të mira. Janë kanë shumë të mira, na ka lakmi bota për traditat tona që kemi. E kemi flamurin, e kemi plisin, e kemi ciftelin, e kemi odën, e kemi plakun aty në balë të gjakut. Këto e në traditat tona më të mirat që nuk i ka kush në botë. Ju kishna lutë rinjës, shku paka shumë. A ju full fëmijëve hiq për kote ma hershme, mos me i harru që të pa... Fëmijëve, unë i kam fëmijën e vogël në moshën 25 vjeqe, me kohë ju kom fol, nuk ju kom fol në mënyrë të dhonshme, po ju kom tregu. Edhe unë saj përket traditës tonë, familjare apo shqiptare, me fëmijë jam rregull. Për shembull, martesa është puna ma e cikt. Po, ma e cikt. Unë jam prej Drenosit Malishevës, se thash edhe ma heret, fëmijëve të mi, i kam 2 djemë dhe 2 vajza, ju kom thonë me juve inshallah, ju kom thonë që me mbjemnin tonë që e majmë Krasniqi, me filen fshatin, edhe me filen fshatin, edhe me filen fshatin, mu martu nuk banë. Pse ja u ki caktu? Pse ja u kom caktu se... Për shkak të fisit, në? Jo për shkak të fisit, po për shkak të gjenezës. Për shkak të gjenezës. Se baba Saleh Bajrami më ka thonë mu,
Në filan fshatin, filan lagjen e kemi tonën. Dhe me thonë para arste tonë, ose brezi jonë. Me këto lagje, të këtyne fshatrave, mundësisht mës me marrë ose mës me dhonë. Edhe për momentin jam shumë rregull. Jam shumë rregull. Shumë jam rregull. Jam falenderues fëmijëve, edhe jam shumë rregull. Inderuna, të falenderojmë shumë që ndave ku me neve, paq shnetën edhe gjithat mirat. Edhe juve ju falenderojmë edhe ju dëshirojmë suksese e jetë, e gëzime e tanat mirat. Gjithë juve, inshallah. Faleminderit.